Mirëmbrëma zonja dhe zotrin. Mirë se erdhët në Zhurma Show Awards 2013. Me ju sonte janë Valon Maloku dhe Sasa. Teleshikues të nderuar të televizionit First Channel, të Ziko TV, të Alsat M, si dhe të gjithë ju që po na ndiqni edhe përmes kanalit të Arkiva Shqip në YouTube, mirë se erdhet edhe në festivalin e 9 në mbrëmjen galla të ndarjes së çmimeve Zhurma Show Awards 2013. Atë një duar trokitje për të gjithë ju të pranishëm. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Për mua është kënaqësi sepse është hera e parë që jam si në cilësinë e moderatores. Gjithashtu edhe për krah kam edhe një showman të madh të Kosovës, kështu që showmeni sonte s'ka ardhur, ka qumu. Ju e dini të gjithë ata që më keni përcjell përmes Facebookut që unë kam një mik shumë të mirë, ai ka emrin Islam. Kush e ngjej Islamin? Valon, puna e Islamit është bo shumë hit. Njerëz po mpyesin kush është Islami dhe çka ka Valoni me Islamin se na lodhin Facebook. Nuk ka kërkush që nuk e njeh Islamin. Islamin secili e ka shok, mik në telefon, diku ka një Islam i cili a zgjidh këtë punë këtu në Kosovë. Po gjithmonë Islami është ai që është më i zoni me punë, kur s'mundet marrë dhe pse sonte ka pas me udhëheq, Islami tha që vje pak më vonë. Kam jetë pak në trafik.